Gjesti Dinak me Eglin nuk e pse bie në dashuri, Gjibani zgjedh finalistët e këtij Big Brother VIP. Mëngjesin e sotëm i ftuar për të folur për banorët e Big Brother VIP ka qenë Gjibani, ish banori vet i Big Brother, i cili hyri dhe doli 2 herë për arsye të ndryshme. Teksa i pyetur se si e ka vlerësuar këtë eksperiencë të vetin, ai tha: Big Brotherin tim e vlerësoj me shumë ulje ngritje pas strategji të një njeriu që e dinte se ku po futej, jo me kë po futej. Isha si turist kur u futa në fillim, nuk i njihja ata, një Skënderbej artistik i rikthyer në ADE pas shumë vitesh. Teksa i pyetur se si e duket Aldo pasi doli nga shtëpia e u rifut me bilet kthimi, ai tha: Aldo skuth, jo sepse nuk doli, por sepse ashtu është. Rrinte me ato gjuhën intelektuale, përpiqej të përdorte edhe fjalë të mëdha, mundoj të nxirrte fjalët e tua kundër teje. Aldo në shpëtoi Danja se Aldo ishte majdanos, do kishte dalë shumë më përpara. Rrinte me të sepse i duhej një skuth si puna e vet, është edhe diell edhe skuthe. Teksa për Gjestin i pyetur ai u shpreh: Gjesti është pisame, është i zgjuar, por është shejtan budallat, Dinak. Nuk besoj të ndjenjat, është krejt e kundërta ime në dashuri, jo sepse nuk dëshiron, por është futur aty pa u ndikuar nga asgjë. Me Eglin nuk e pse bie në dashuri, me Danjen bie në dashuri. Është shumë e lehtë të mos biesh në dashuri me atë që zgjodhi Gjesti. Gjesti e gjeti shtëpinë e përçarë. Teksa u pyet nëse bëri mirë Egli që u rikthye, ai u shpreh: Shumë mirë bëri që u rikthye, po bën pjesën e dytë të asaj që bëri në fillim, vetëm me shumë informacion. Egli e do Gjestin, Gjesti jo. Teksa për çiftin Loredana Jozi u shpreh: Lori e do Jozin, Jozi nuk e do Lorin, është lojë, nuk është lojë shëmtuar, për është lojë. Teksa e mbylli duke zgjedhur edhe 4 finalistët sipas tij, teksa çuditi jo pak me zgjedhjet. Unë do doja Danjen, Rozanën, Gertën dhe Loredanën, u shpreh Gjibani, teksa duket se ka lënë jashtë Gjestin dhe Eglin me të cilin pati përplasjet më të mëdha.